Jeta e Sula Astrid Halilit, 27 vjeç nga Beqishti i Tepelenës, u shua në mënyrë makabre në Greqi duke lënë pas një familje të re të shkatruar nga dhimbja. I martuar, Sulo ishte baba i 2 fëmijëve të vegjël, vajzës së tij të parë 2 vjeçe dhe djalit të vogël, i lindur më 5 tetor të këtij viti pak para ngjarjes tronditëse. Një ditë para se të konfirmohej identiteti i viktimës, familjarët e Sulos kishin bërë thirrje publike për ndihmë duke postuar në Facebook kërkesa për informacion lidhur me zhdukjen e tij. Ata shprehen shqetësimin e madh për humbjen e papritur, pa e ditur se ai kishte rënë viktimë e një krimi të qëllimshëm. Hetimet zbuluan një realitet tmerrues. Sulo u vra me armë zjarri, u prangos në sendilin e pasme të makinës së tij dhe më pas makina u dogj me trupin brenda, në një akt të qëllimshëm për të fshehur gjurmët. Ekspertët mjekoligjor gjetën një objekt metalik brenda trupit, që konfirmon se ai ishte qelluar para se të digjej. Ngjarja e tmerrshme ka lënë një boshllëk të madh për bashkëshorten dhe 2 fëmijët e tij të vegjël, të cilët tani përballen me humbjen e një babai dhe burrit të dashur. Hetuesit grek nuk përjashtojnë përfshirjen e aktiviteteve kriminale, ndërsa rezultatet e ADN-s konfirmuan identitetin e viktimës ditën e sotme.